Charlie Munger, një nga mendjet më të mprehta në botën e investimeve, kaloi një jetë të tërë duke studiuar diçka shumë interesante. Si njerëzit, përfshirë edhe ai vet, mashtrohen nga vetë truri i tyre. Ky analizë është një zbërthim i thellëuar i ideve të tij, mbi mënyrat e parashikueshme se si mendja na çon në rrugë të gabuar. Pra, le të zhytemi në mendjen e tij dhe të zbulojmë mjetet që ai përdori për të ndërtuar, si të thuash, një tru më të mirë. Dhe Munger e nis gjithçka me një pranim të jashtëzakonshëm për ulësie. Kjo është thelbësore sepse ai nuk po flet nga një piedestal. Ai flet si dikush që ka qenë në llogore, ka bërë gabimet e veta dhe ka mësuar prej tyre. Ideja nuk është të arrihet për sosmëria, por thjesht të jemi pak më pak të gabueshëm se mesatarja. Dhe kjo, siç do ta shohim, është një avantazh i jashtëzakonshëm. Po pikërisht këtu qëndron gjenialiteti i tij. Në vend që t'i hidhte poshtë të sjellje si thjesht budallallëk, ai trajtoi ato si një shkencëtar. Ai pa që gabimet tona nuk janë të rastësishme, ato ndjekin modele të caktuara. Kështu, ai filloi t'i katalogonte këto modele i racionaliteti për të krijuar një lloj harte, një manual përdorimi për defektet e programimit ton mendor. Pra, cilat janë këto defekte në sistemin ton operativ? Munger identifikoi rreth 25 prej tyre, por le të fillojmë me disa nga më të fuqishmet dhe më të rrezikshmet. Këto janë forca që veprojnë mbi ne çdo ditë, shpesh pa e kuptuar fare. Kjo është ndoshta tendenca më e fuqishme nga të gjitha. Munger thot, kur mos mendo për diçka tjetër kur duhet të mendosh për fuqinë e stimujve. Ta mendojmë pak këtë. Edhe njerëzit më të mirë, me qëllimet më fisnike, mjekët, gjykatësit, mund të justifikojnë sjellje të tmerrshme kur stimujt, zakonisht parat, i shtyjnë në atë drejtim. Kjo është një forcë vërtet e frikshme. Ja një shembull perfekt nga Xerox. Ata nuk po e kuptonin pse makina e tyre e re dhe superiore nuk shitej. Kur hetuan, zbuluan diçka të habitshme. Sistemi i komisioneve u jepte shitësve një stimul të jashtëzakonshëm për të shitur modelin e vjetër, ata inferior. Nuk ishte keqdashje, ishte thjesht një reagim ndaj një sistemi stimulues të projektuar keq. Kjo është ana tjetër e medaljes. Për Federal Express, shpejtësia ishte gjithçka, por turni i natës ishte jashtëzakonisht i ngadalt. Provuan gjithçka, fjalime motivuese, thirrje për moral, asgjë nuk funksionoi, derisa dikush pati një ide geniale, aq të thjeshtë sa ishte brillante. Në vend që t'i paguanin me orë, filluan t'i paguanin me turn. E dini çfarë ndodhi? Papritur, pakot filluan të fluturonin. Punojësit mbaronin punën herët, problemi u zhduk. Stimuli i duhur rregulloi gjithçka. Mirë, nëse stimujt janë një forcë e jashtme që na shtrembron mendimin, defekti tjetër është tërësisht i brendshëm. Ka të bëjë me mënyrën se si truri ynë e mat botën. Spoiler, nuk e bën fare mirë. Truri ynë nuk është një instrument shkencor, nuk ka një shkallë absolute për vlerën apo cilësinë. Gjithçka është relative, e gjykuar në krahasim me diçka tjetër. A keni kërkuar ndonjëherë për një shtëpi? Atëherë me siguri e keni përjetuar këtë pa e kuptuar. Një agent i zgjuar imobiliar nuk do t'ju tregoj kur shtëpinë më të mirë në fillim. Jo, ai do t'ju tregoj fillimisht disa prona të tmerrshme dhe me çmime absurde. Kjo nuk është pa aftësi, është psikologji e pastër. Dhe ja ku ndodh magjia. Pasi keni parë 2 rënoja, shtëpia e tretë, e cila në fakt është ende pak e shtrenjtë, në kontrast duket si një ofertë e pabesueshme. Munger e shpjegon këto me një analogji të thjeshtë. Futeni dorën në ujë të ftohtë dhe më pas në ujë të vakët. Uji i vakët do të duket i nxehtë. E njëjta gjë ndodh me gjykimin ton. Ai është gjithmonë relativ. Kjo analogji e famshme tregon anën më të rrezikshme të tendencës së kontrastit, verbërin ton ndaj ndryshimeve të ngadalta. Pse? Sepse kontrasti nga dita në ditë është i papërfillshëm. Ne nuk e vërejmë rënjen graduale të një biznesi, ftohjen e një marrëdhënieje apo erozionin e lirive në një shoqëri. Ne thjesht përshtatemi, derisa të jetë tepër vonë. Tani, le të kalojmë te një tjetër rrugë e shkurtër mendore, një që aktivizohet veçanërisht kur jemi të pasigurt, të hutuar ose nën stres. Në vend që të mendoj vetë, truri ynë thjesht kopjon. Ai shikon përreth dhe bën ato që po bëjnë të gjithë të tjerët. Dhe mos mendoni se kjo prek vetëm individët. Munger jep këtë shembull të pabesueshëm nga bota e korporatave. Drejtuesit e kompanive të naftës nuk dinin çfarë të bënin me paratë e tyre. Kështu që kur njëra bleu një kompani plerash, të gjithë të tjerët u hodhën pas. Logjika e tyre ishte thjesht dhe thellësisht e gabuar.
Hey, nëse drejtuesit e Exxon po e bën këtë, ata duhet të dinë diçka që ne nuk e dim. Ishte një vale provës sociale në nivel korporate, që rezultoi në një dështim kolosal për të gjithë industrinë. Deri tani i kemi parë këto defekte mendore një nga një, si instrumente të veçanta. Por tani do të arrim në pikën më të rëndësishme të gjithë sistemit të mëngës. Këtu ndodh kulmi. Çfarë ndodh kur e gjithë orkestra e irracionalitetit fillon të luajë në të njëjtën kohë? Pra, çfarë ndodh kur tendenca e stimujve, e kontrastit dhe e provës sociale bashkohen të gjitha në të njëjtin moment, duke na shtyrë në të njëjtin drejtim? Përgjigjja është se 1+1+1 nuk bëjnë 3, ato bëjnë 50, dhe pikërisht atëherë ndodhin katastrofat e mëdha. Munger e quan këtë efekti Lollapalooza. Është një term pak i çuditshëm, por përshkruan një fenomen jashtëzakonisht të fuqishëm. Kur 3 ose 4 nga këto tendenca bashkohen, ato krijojnë një vorbull psikologjike kaq të fuqishme, saqë edhe njerëzit më të zgjuar dhe më racional mund të marrin vendime katastrofike. Shembulli klasik është festa tuparpar, një makinë e përsosur për të krijuar një efekt Lollapalooza. Së pari, keni reciprocitetin, pritës si jep ushqim dhe dhurata, kështu që ndjeheni borzhli. Së dyti, prova sociale, të gjithë miqt po blejnë. Së treti, angazhimi, keni thënë publikisht se do të vini. Dhe së katërti, pëlqimi, ju pëlqen pritësi. Të gjitha këto forcat kombinuara bëjnë që njerëzit të blejnë produkte plastike që ndoshta nuk u duhen fare. Në rregull, pasi kemi parë të gjitha këto mënyra se si truri ynë na saboton, është e lehtë të ndihesh pak hi pa shpresë, apo jo? Por lajmi i mirë është se Munger nuk na lën errësirë. Ai na jep një kuti me mjete, një sër antidotësh praktike për të luftuar këto defekte. Kjo është pika thelbësore. Qëllimi nuk është të bëhemi njohës pa këto tendenca. Ato janë pjesë e jona, pjesë e ADN-s son. Qëllimi është të bëhemi të vetëdijshëm për to dhe të ndërtojmë sisteme dhe zakone që na mbrojnë nga efektet e tyre më të këqija. Bëhet fjalë për të ndërtuar një tru më të mirë, jo një tru perfekt. Dhe këtu janë disa nga mjetet e tij të preferuara. Së pari, listat i kontrollit, ashtu si pilotët për të siguruar që nuk harohen hapat bazë. Së dyti, gjithmonë shpjegoni pse njerëzit reagojnë shumë më mirë kur kuptojnë arsyen. Së treti, kërkoni në mënyrë aktive prova kundërshtuese. Kjo është e vështirë, por thelbësore për të shmangur konfirmimin a paragjykimeve tona. Dhe një këshill e thjeshtë për ankantet e hapura, thjesht mos shkoni, ato janë kurthe të dizajnuara për të shkaktuar një efekt Lollapalooza. Pra, pasi kemi parë problemet dhe disa nga zgjidhjet, cili është mesazhi përfundimtar? Ku na lë e gjithë kjo? Na lë me një të vërtet të thjesht, por të thellë. Të menduarit më mirë nuk është një kurs që e mbaron apo një libër që e lexon, është një sfidë e gjithë jetës. Kjo është një ide thellësisht e rëndësishme. Shpesh mendojmë se besimet tona drejtojnë veprimet tona, por Munger na kujton se ndodh edhe ana sjellta. Veprimet tona, veçanërisht ato publike, formosojnë bindjet tona. Kur deklarojmë publikisht se do të bëjmë diçka, truri ynë fillon të krijojë justifikime për ta mbështetur atë veprim. Ne fillojmë të besojmë atë që bëjmë. Dhe ky është përfundimi kryesor. Askush nuk do të bëhet kurrë plotësisht racional. Por duke kuptuar këto tendenca, mund të identifikohen situatat ku rreziku është më i madh dhe të ndërmerren hapa për të shmangur gabimet më të mëdha dhe më të kushtueshme. Bëhet fjalë për të përmirësuar shanset në lojën e jetës. Dhe Munger na lë me këtë pyetje therrëse. Nëse ky sistem mendimi është kaq i vlefshëm, pse nuk u mësojmë fëmijëve tanë në shkollë? Pse i lëm të zbulojmë vetë me kosto të lartë se si funksionon realisht truri i tyre? Është një pyetje me vlerë për t'u menduar. Ndoshta hapi i parë për të ndërtuar një botë më racionale është të kuptojmë dhe të pranojmë irracionalitetin ton të parashikueshëm.